يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut azza wa jall. Atë e falenderojmë me prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, ende jemi duke folur rreth asaj se me sa dhurata të mëdha dhe të shumta ka ardhur ky muaj në të cilin ne jemi këto ditë. Lusmi Allahun azza wa jall që prej dhuratave të muajit të Ramazanit na të përfitojmë. E prej muajit të Ramazanit me mëkate të falura të kalojmë. Muaji i Ramazanit është ardhur me ato se vepra shpërblimi për agjëruesit s'krahasohet, nuk krahasohet me shpërblime për vepra të tjera. Nuk krahasohet, s'ka diçka të ngjashëm me agjërimin si veprim dhe me shpërblimin që Allahu e sjell për agjëruesin. Nuk ka diçka të ngjashme. Këtë na tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sikur që vjen me një hadith e Ebi Umame al-Bahiliyut radhiyallahu anhu, hadithin që e ka sjell edhe Nesaiu dhe të tjerë, dhe Sheikhul Albani dhe të tjerë tan hadith është i vërtetë. Tha se një ditë për ditëve Ebu Umame al-Bahiliu, shok i pejgamberit ky, i thash, oj dërguar i Allahut, murni bi amelin yanfa'ni Allahu bihi. I thash, oj dërgumi i Zotit, a më urdhëro për një veprim ta baj një punë. Thon ti mu, o Ebu Umame, bane që të punë, që me atë punë ose me atë veprim Allah sjell mu dobi para Allahut azza wa jall. Atin se si i kthej pejgamberi këtij sahabiu, pejgamberi alayhis salatu më tha, qal alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah. I tha, o Ebu Umame, nëse kërkon këto, një diçka që të sjell dobi tek Allahu, tha, unë të këshilloj ty që të mirësh ose që të agjërosh, se s'ka diçka të ngjashme me agjërimin. S'ka diçka të ngjashme me agjërimin. E në një verset tjetër i tha se, oj dërgumi i Zotit, më urdhëno për një punë, ja ceki dhe e veçoj për një punë që është puna më e mira. Se pasi ti tha, me një që më sjell dobi tek Zoti. Tash verseti tjetër po i thotë, oj dërgumi i Zotit, urdhënom që ta baj një punë që është puna më e mira. Apet ta pejgamberi alayhi salatu wasallam ta alayka bis-sawm fa innahu la adla lah. I tha, o Ebu Umame, tha, nëse pëllyp një punën më të mirën, tha, atëherë agjëro se me agjërimin nuk krahasohet, nuk vjen që ka baraspesh në i vepër tjetër me agjërimin. Apo e vreni se si e vlerësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej veprave më të mira që s'pas ka krahasim. Atëherë si është gjendja e atyre të ngratëve të cilët nuk e kanë agjëru, që kanë pa arsye, nuk e kanë agjëru këtë muaj të bekuar. Është një verset tjetër që e sjell Ibn Hibani. Dhe Sheikh Shuaibi dhe Sheikh Albani thanë që është i vërtetë. Të Ebu Umame al-Bahiliyut tha se ky sahabiu tregon, ndodhi një betejë, edhe tha u organizu ushtria për me shku në betejë. Ishte Ebu Umame ky njeri që e donte xhenetin shumë. Edhe i shkoi tha, oj dërgumi i Zotit, lutebe Zotin që të bi shahedun në qëtë betejë, të bi dëshmor. Sa e kanë dashur me ra shahed sahabët. Tha, oj dërgumi i Zotit, me që ti je i dërguar i Zotit, lutë Zotin që të bi shahed. Tha, mu ma kthej pejgamberi dhe më tha, Allahumma sallimhum wa ghanimhum.
Tha, o Zot, shpëtoj këta, bëni që të fitojnë, edhe le të kthehen prej betejës të pasur, që ta marrën e plaçkën e luftës, të pasur le të kthehen. Tha, shkova. Ndodhi, tha, një betejë tjetër. Unë apet, edhe përgatit ushtëriat, unë apet shkova tek pejgamberi alisën. I thash, oj dërgumi i Zotit, lote bre Allahun që të bi dëshmor. Pejgamberi alisën tha, Allahumme sellimhum wa ghanimhum. O Zot, bani, pejgamberi kishte doja, nuk i tha o Zot, bani që të bjen shahid. Ebu Umamja, ky sahabiju, po i tha o Zot, bani që të fitojnë, që të kthehen në shemir, edhe plus me një plaçk të luftës të madhe. Tha, ndodhi, kështu ndodhi, u kthëtëm, fitotëm që të dy hera tha. U kthëtëm, fitotëm me plaçk të madhe, pa behane, pa probleme. Tha, ndodhi një betejë treta. Kur ndodhi dhe treta, tha, që tash të vendosa për një me i thash, oj dërgumi i Zotit, lote bre Zotin që të bi shahid. Pejgamberi më tha, Allahumme, ta priti tash Ebu Umamja që e treta e vërteta, e priti që po e thetë qashtu. Ingriti tha, Allahumme, sellimhum wa ghanimhum. O Zot, bani që të shpëtojnë dhe të kthehen mirë e marrë dhe me një fitore të madhe, edhe me pasurit. Tha, e treta ndodhi qështu, edhe qashtu ndodhi, fituan dhe u kthyen me pasuri. Mas kësajna, tha Ebu Umamja, e humba shpresën. Unë shkova i tashoj dërgumi i Zotit, që sa herë jam të kërku ty, one që ti me bodo me rane shahid, po s'po kërkan, atëherë oj dërgumi i Zotit. A ka mundësi më tregu mua, cila është bë një vepër që në xhenet, so qëllimi jam që po të kërkoj me rane shahid, po du me hin xhenet. Se di çfarë shpërblimi ka shahidi, për këta unë po du me hin xhenet. Po tregama pra, me që tonë si s'po lutesh për mu për këtë, a ka mundësi më tregu cila vepër më çan mund xhenet, që tonë pedune. A di çka ja kthej pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi ja kthej alejke bis-sawm fa innahu la mithla lah. I tha, o Ebu Umame, nëse këtë po e kërkon ti vetë xhenetin, tha, unë të këshilloj që të agjërosh, se s'ka krahasim me agjerimin. Llogaritën këtë hadith. Pejgamberi asëm nuk ja dha në këtë hadith, nuk ja dha gradën vlerën as shahidi si shahid, në krahasim me agjeruesin si agjerues, shpërblimin e agjeruesit. Aja vlen veç që ky hadith, nëse njoni e ndëgjon, me thonë, unë valla diçka s'jam disponim dhe s'pe agjeraj. Po ja vlen be edhe nëse, sikur do të moshuar tonë që nëse ka rrjedh nasta, s'pa tham që tani është obligim pastaj, por kur dihet ky shpërblim, edhe nëse prej gjuhëve të tyre ka rrjedhur gjak, ata mos me prish agjerimin, se sigurisht kanë ditë diçka prej këtyre, apo vjen se sa e ka vlerësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjerimin. Pastaj, agjerimi si agjerim është prej cilësive ose kritereve të para me plosu njeriu për me hinë xhenet. Si kështu, edhe një hadith që e sjellë Imam Muslimi, edhe me një mëngjes, ose një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dujtu shokëve të vet. Dhe i tha, o shokët e mi, man asbaha minkum al-yawma sa'ima, të parën që ja nisi i tha, o shokët e mi, a ka në kush për juve sot që është ngrit, e që është agjerues. Të parën ja nisi që është agjerues, nuk ja nisi me të tjerat. Heshtën sahabët. I rastisi që ai moment heshten, foli njeriu më i miri i këtij umeti pas pejgamberit, edhe i njerëzimit krejt, pas pejgamberve. Ai foli se ishte Ebu Bekri. Ebu Bekri tha, o në i dërgumi i Zotit, se tha për mendje madhësi, por kërkoj pejgamberi, mos është quna i kush për juve agjerues. Tha Ebu Bekri, o në i dërgumi i Zotit, vazhdoi pejgamberi. Fa man tabi'a minkum al-yawma janaza. Tha, nëse kështu ti, po tha, dikush shok të me tjerë, mos ka rasti sot me përcjell në i gjenazë sot, se shpërblimi me përcjell gjenazën deri sa të varroset u shpërblimi madh. Veç me përcjell, veç me afal namazin e gjenazës, është kodër sevape. Po me përcjell dhe të varroset 2 kodra sevape. Tha, po mos ka ndaj kushta që ka përcjell në i gjenazë, heshtën shok. U përgjigj njeriu më i miri pas pejgamberëve Abu Bekr, o në i dërgumi i Zotit, sot e kam përcjell një gjenazë. Pyetja e tretë tha, faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Atëherë tha, ka ndaj kush për ju sot me qit fillim të ditës që ndaj të varfrit i ka dhënë diçka, e ka ushqyer ndaj të varfër. Heshtën sahabët. U përgjigj Abu Bekri prap. Tha, o në i dërgumi i Zotit,
Tha pejgamberi sa, "Faman 'ada minkum al-yawma maridan." Atë a ka në kush për juve sot me këtë paraditën e juve që ka vizitu në smut, se vizita e smut të shpërblim. Tha mos ka, heshtën sahabët. Ebu Bekri tha, unë i dërgumi Zotit. Gjithherë u përgjigj nga Ebu Bekri, a di çka tha në fund pejgamberi alayhis salatu wasalam. Tha, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna." Çito çka u përmendën më lart. Nuk bashkohen tek një njeri vetëm se ka me hinë xhenet. Kjo në Sahihin e Muslimit. Është në Bukhari Adab al-Mufrad, e që Sheikh Al-Albani ka bërë të vërtet. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, "Majtama'at hadhihi al-khasa'il fi rajulin fi yawmin dakhala al-janna." Kush për njerëzve në këtë hadith i shtesë, tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, kush çitu sane çka u përmenden, i ban brenda ditës ka me hinë xhenet. Nëse të rastis, brenda ditës me i bo, je prej banorëve të xhenetit. Cila ishte e para? E para prej tyre ishte agjerimi. Apo e vrejni se sa shpërblim të madh ka agjerimi. Pastaj, agjerimi si agjerim, si shpërblim e ka edhe një që shumë prej neve kemi nevojë për çdo të fundi që tash po e përmendi. Kemi nevojë mos ta marr me be çdo njeri prej neve. E ajo është, nëse ki dëshirë, më ta pastru zemrën tonë prej mashtrimit. Nëse i ka pak njeri që mashtron, ki ka pak në zemrën tonë, atëherë nëse dënë më ta pastru zemrën tonë prej kësaj të keqe, ose ki urrejtje, ki mësi pas një 10, një 2-3 tjeri ki që jenë në urrejtje me ta, ose i urrejnë disa të tjerë që s'ka nevojë mi urrejt. Don mu të largu urrejtja jote, don mu të largu mlleti që e ki në zemrën tënde, don mu të largu hipokrizia, dyftërsia, edhe hidrimi i madh që ti e mban në zemrën tënde, si një njeri i ka të ndisur pak edhe i nervozuar shumë, mu të largu nëse don disa dyshime që gjatë tonë vitit i sjell shejtani në zemrën tonë. A thu pse Zoti kështu? A thu pse tha pejgamberi kështu? A thu edhe a thu dyshime, a thu pse filoni po paraqitet ai që si dyshimesh ndash mu të largu qitu, ose na i armisit madhe në zemrën tonë dhe që tu krejt, është dhurata e agjerimit. Ajo që Allahu ta jep, që shta pejgamberi alayhis salam, në hadithin që e sjell al-Bazzari, dhe Sheikh Al-Albani tha është i vërtet hadithi, tha pejgamberi alayhis salam, "Sawmu shahri sabri wa 3 ayamin min kulli shahrin yadhhabna wahara as-sadr." Tha pejgamberi alayhis salam, me agjeru muajin e durimit, e quajti muajin e Ramazanit muaj i durimit. Tha, nëse e agjerani muajin e Ramazanit, muajin e durimit, pra muajin e Ramazanit, edhe 3 ditë për çdo muaj, tha Allahu ka mi t'i hek shitu shka i përmendat zemrës tonë krejt. Pra kjo ka dashërimi edhe dobia prej më të mëdhajave që neve na duhet. Apo e veni se çfarë dhurata të mëdhaja na bjen neve muaji e Ramazanit dhe agjerimi. Lusmi Allahun azza wa jall që prej agjeruesve të mirë të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall që prej muajit e Ramazanit të falur prej mëkateve të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall që ummetit islam Allahu të ndihmon kur të qofshin ata. Lusmi Allahun azza wa jall që me agjeruesit dhe pejgamberët atje në xhenet të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.